Brëm në rrugën Yllmërina, një shtëpi u bë shtrumbehi. Banorët e kësaj pjese të qytetit panë me sy se si u dëgj kjo shtëpi para syve të tyre. Zona u rrethua me forcat e shumta policore dhe të zjarrfiksve. Këta të fundit ishin në presion të madh, bën që është mundur të izolonin zjarrin që të mos rrezikohen shtëpitë përreth saj. Operacia ka qenë shumë e suksesshëm, izolum shtëpiat përreth asin që lëndu, këtë që e kryjmë për 5 minuta, e kryjmë aksionin ashtu si duhet, si është mas mirë. Që përzoroj t'i valendroj ta djem, ta trima që jenë malë pësirim se zjarri dhe asë kërsejnë, asë jetën e vetë në rastet patjetësive dhe gjdo intervenim urgjent. I kemi shumë të fortë, shumë të mirë, lypë që kemi. Në kohën kur shtëpia u vu në zjarr, brenda saj nuk ndodhej askush. Fqinjet me forcat e tyre kishin ndërhyrë për ta shuar zjarrin. Sipas tyre, shtëpia u takon 2 të rinjve të cilët jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Kjo është një shtëpi që banojnë vetëm 2 djem, pa nonë, janë varfën, nona ju ka dekë para 3 muaj e 4, tash janë shumë pozitiv keqe. Pas setimeve të para të zhvilluara nga zjarrfiksit e stacionit të Gjakovës, zjarri dyshohet të jetë shkaktuar nga luhatja e tensionit të energjisë elektrike, e kjo vjen si pasojë e instalimit të dobët të rrjetit brenda shtëpisë. Përndryshe mbrëm, po ashtu në fshatin Cermian të Gjakovës, në rrethona të panjohura janë përfshirë nga zjarri rreth 3 hektar të pyllit. Njësitet policore dhe zjarrfiksit kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë shuar zjarrin. Përveç dëmeve materiale nuk ka të lënduar.